po fliste për jetën e përjetshme. Nuk ishte një interpretim, nuk ishte diçka që ai kishte parë dhe masandaj këtu në Mateu 19. Ky personi që dikush i afrua dhe tha, çfarë të mirë duhet të bëj që të kemi jetën e përjetshme. Të kemi jetën e përjetshme. Çfarë të mirë? Tha çfarë? Unë nuk jam i mirë, tha unë, tha, por është ati Elohim, tha, po gjithsesi, tha, për pyetjen tënde që më bere, që është jetësore për jetën tona, si tha, për të patur këtë jetën e përjetshme, tani tha, nëse do të hysh në këtë jetën e përjetshme, zbato urdhërimet e atij ligjit. Për të shikuar jetën e përjetshme, duhet të zbatojmë urdhrimet e atij ligji, sepse në atë mënyrë tregojmë besimin e vërtetë dhe kështu nuk mëkatojmë. Beslidhja që neve hymë nuk është me anë të veprave. Kjo nuk është kuptuar sot, sepse i futim të tëra në një tezë dhe mazandaj nuk e dim çfarë ka brenda, si puna asaj supës që hedh dhe mazandaj se çfarë është aty brenda, po s'ka gjë haje. Dhe shikon mbas vitesh me radhë, mbas shekuj, mbasi apostulli erdhi në brigjet e Durrësit mazandaj dhe si tha, mazandaj shikon që ka krijuar një shtresë ajo supa me çdo lloj gjëje, masandaj ka myku atje, çdo gjë tjetër që është hedhur përsipra dhe kur një person shkon atje, masandaj thotë, çfarë ka ndodhur? Por a ka persona që shkojnë dhe shikojnë çfarë është hedhur brenda në atë supën? Por merre haje, edhe vazhdojmë. Duhet të dish çfarë po ha për të marrë jetën e përjetshme. Sepse Mesia Jashua, buka jetës, nuk tha që neve duhet ta heqim urdhrimet e atij ligjit. Dhe këtu po fletë për dishiplizimin, jo hyrjen në beslidhje. Hyrja në beslidhje është ndalimi nga shkelet e ligjit, pendimi, masandaj pagzohesh nën autoritetin e Mesias Jashuas, vërtetë që nuk anullove atë ligjin sepse na nxjerr në pa ai ligj, mëkatin që neve gjatë kohës duhet të rregullohemi për ato shkeljet e ligjit, duke masandaj u penduar, duke rrëfyer para gjonit 1:9 dhe kështu merr masandaj dhuratën e frymës së shenjtë kur shkojmë atje në ujë të pagzohemi që shumë në Shqipëri dhe nuk dua të kaloj në ata që përmendin emrin e Mesias, që duhet të pagzohen në Mesian Jashuan e Izraelit, jo në atë katolikun që është dhe në masandaj çdo lloj këshillat dhe çdo lloj manipulimi që ndodhi dhe masandaj në reformistët që do t'i shikojmë. Çfarë duhet të bëj që të kemi jetën e përjetshme? Shikon gjë besimin këtu vëlla motër? Jo, sepse besimi hebraik përcakton zbatimin, në këtë rast praktikën të atij besimi që neve kemi, tregojmë sjelljen të atij besimi me gjërat që praktikojmë.